Karnavalet e Nartës janë një traditë e veçantë që zhvillohet çdo vit prej ditës së Pashkve Ortodokse dhe zgjasin për 3 ditë. Përgjatë rrugicave të fshatit Nartë dëgjohen tingujt e klarinetës dhe zërat e gëzoshëm të dhjetra të rinjve të cilët gjallërojnë sheshin kryesor pranë kishës Shën e Diela për 3 ditë me radhë. Këto karnavale janë një festë që e karakterizon këtë fshat ortodoks dhe nuk gjasojnë me asnjë kremtim tjetër. Banorët e Nartës theksojnë se karnavalet janë një traditë e hershme e trashëguar ndër breza. Kostumet popullore të zonës, vallet tradicionale dhe lojra të ndryshme shoqërojnë festimet, ndërsa të rinjt lëvizin në të gjitha rrugët e fshatit duke sjellë atmosferë festive. Megjithatë, banorët tregojnë se këtë vit ka patur shumë më pak pjesëmarrje, pasi shumë të rinj jetojnë kryesisht në Greqi dhe kthehen vetëm për Pashkë. Pavarësisht kësaj, ata shprehen se tradita e karnavaleve do të vijojë të ruhet. Sot është dita e tretë. Në kohën e parë me vitra, kemi pasur 2 ditë me kalimin e kohës, me qëse Narta punonte shumë të rinjtë dhe i thonë pleqerisë, duam thotë që të na bëni 3 ditë. Dhe ata vendosën si pleqeri dhe bëm 3 ditor. Sot në kësaj dite, ata e filluan këta të rinjtë, se neve kemi qenë deri në atë kohë, ikëm pastaj në Greqi, erdhi gjithë re, këta janë të rinj. Të rinj dhe... Ka dhe para luftës parë botërore, që plejt atere, nuk bënë dhe shkonin në Janim, blinin maskat, blinin ato robat që kërkos, apo shëshur, shkonin atje, në Janim. Atere janë bërë karnavalet e Nartës, edhe ka gëllur ajo. Po, si vjetë, erdhën njerëz, erdhën nga... Për mua, të them unë, asë 10 veta mund të jenë nga Narta dhe 30 veta janë tuaj. Ata nuk e din. Ai ka zhveshur karnavale, ai unë si jam veshur një karnaval. Sa kohë ka që festojë karnavalet në Nartë? Të them të drejtë, unë jam veshur. Ne kemi gjetur, edhe ai dhe unë jemi të rinj. Do të ishe sot ai ishim mbaj mend, ishim dajua, gjaj, më të veshin namë. Dhe sa sot s'ka njerëz. Sot janë të pak, dhe këta që çuna që kanë në jashtë. Çfarë përfaqëson karnavalet për fshatin Nartë? Gëzim, dashuri, e të gjithë ishin njerëz që bëshin festa, bëshin martesa, bëshin përmes karnavaleve. Se nuk i keshin maskat. Maska vishej atje ku ishte vendi, edhe dhe sa mbaronte karnavali deri në drek, maska nuk i ke. Po të jej maska, të ndikin me njerëz. Nxirrin në Kjo është një traditë shumë e vjetër. Shumë e vjetër. Traditë e vjetër ka qenë në jashtë, nuk e qenë, nuk i gjetëm tush. E ne e marrë në jashtë, gjithë. Unë jam në përveç. Me odi, unë jam përveç. Unë jam i fundit. Familja me fundit. Çfarë përfaqëson karnavalet? Unë si jam në atje. Jam ka përveti dhe kam ardhur të. Edhe ditë të në këtë që nësa shikon që mua që ku nuk më përkjejnë ato karnavale që më ka të reguar të avëndalin. Këto janë karnavale kështë që më usa për të kallar kohë. Dhe i dhe atë është traditë e fshatit Nartë. Tradite kanë me kavalina, me loj kërcime, me që më kanë vend, po nuk e ti. Lojra të ndryshme. Lojra të ndryshme, po, ka marrë. Unë nëse ka marrë këto ja vetëm të njëjtë në melodisë dhe këta e. Karnavalet e Nartës. Sa kohë kanë që festojnë? Kur kanë? Nga vite kemi, e më të pare prindërit tanë të gjithë, me demokracinë në shi, filluam prapë. Çfarë bëhet në ditë e karnavaleve? Të gjitha bëhet festa. Festa. Kërcime? Me kërcime, me shakara, me të gjitha, me kërcime, të gjitha. Si e kemi zakonin bëjë? Zakonin. Çfarë do të thonë karnavalet për ju? Neve, kënaqemi. Ka shumë njerëz këtë vitin apo janë më pak? Më pak se vitet. Duhet më shumë organizim. Po do janë të ikur, u shpërndan çunat. Bëjnë organizim. U shpërndan çunat vëlla, plot jemi neve të gjitha, po të Ka më pak si vjetë? Të themi, mbledhen jo nga jashtë, jo nga këte, mbledhen ca fëmijë dhe bëjnë gëzimin. Dhe gërthej dhe bëjnë. Karnavalet zgjasin 3 ditë. Kur nisin? Ditën e Pashkës? Ditën e dielës fillojmë,
të matën e mbaroj. Edhe sot kemi. Veshur me kostume, këto janë kostume tradicionale të nartës. Po. Kemi bërë dhe vetë qitjanet e që duan, vetë kemi bërë të gjitha. Qitjanet, pustanelët, po mi tanë që vishen, me rëbat e dhe atje kemi bërë, kemi dhënë. Vallet, lojrat e ndryshme, muzika dhe kostumet popullore së bashku me maskat karakteristike të festës e shoqërojnë nartën për 3 ditë radhazi. Karnavalet nisin të dielën e Pashkëve ortodokse dhe mbyllen të martën duke përfaqësuar një traditë që ka nisur rreth 200 vjet më parë dhe vijon ende sot.